Prishtinë. Mirëmbrëma Kosovë. Mirëmbrëma bashkëdhetar e gjithë ju nga troje shqiptare. Të dashur qytetar, të dashur aktivist, mbështetës e miq, ju falemnderit. Ju falemnderit për mira e gra, burra që gjatë këtyre javëve, por gjatë gjithë këtyre viteve, çdo herë keni qenë bashkë dhe krahnesh. Secili aktivist që ka trokitër në secilin derë, të secili vullnetar që ka dhënë kohë nga jeta e tij, e të secili qytetar që na ka mbështetur me fjalë, me besim dhe përkushtim, ju falemnderit. Falemnderit se me besim e përkushtim në përpjekje të përbashkëta, në beteja të përbashkëta dhe me bindjen e fortë të përbashkët se ne punojmë bashkë vendin tonë pa u ndalë. Gjatë kësaj fushate kemi takuar shumë qytetarë në çdo lagje të kryeqytetit e në çdo cep të Kosovës. Qytetarë që nuk kërkojnë privilegje, po kërkojnë drejtësi. Qytetarë që nuk kërkojnë premtime boshe, por kërkojnë punë. Që nuk kërkojnë fjalë të mëdha, por rezultate të prekshme. Dhe kjo energji sonte, jo rastisht, nuk është thjesht vetësia e një tubimi. Kjo është energjia e një qytetarie që beson në demokraci, që beson në shtetin e së drejtës, që beson në të ardhmen e Republikës sonë, që beson në lëvizjen tonë dhe në kryeministrin tonë Albin Kurti. Nesër me 7 qershor. Nesër është dita kur ky besim shndrohet në vendim. Prandaj ju ftoj që në këto orët e fundit të bëjmë edhe përpjekjen e fundit. Të flasim me secilin qytetar me cilin akoma nuk kemi folur. Sepse fitoret e mëdha nuk ndërtohen nga spektatorët, ato ndërtohen nga qytetarët që marrin pjesë, nga qytetarët që besojnë, nga qytetarët që punojnë, e mbi gjitha nga qytetarët që veprojnë. Falemnderit Prishtinë, falemnderit Kosovë e ju bashkëdhetar të dashur, falemnderit për besimin, për dinitetin dhe për forcën që i keni dhënë kësaj rruge. Le të ecim edhe një hap para bashkë me Albin Kurti në krye. Ti qesim pikën deri në fitoren e madhe, krejt për shtet, shtet për krejt, e tash ai që bëri krejt për shtet, që po na prin me punë, me dignitet dhe pa pushtim, kryeministri jon Albin
Të dashur qytetar, mirë se e gjejmë njëri tjetrin në këtë tubim madhështor të lëvizjes vetëvendosje dhe të partnerëve tonë të koalicionit parazgjedhor, Partisë Guxo, Partisë Alternativa dhe Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës. Këtë herë vera po vjen një 2 javë më herët. Madje jo veç 2 javë më herët, po vera po vjen nesër. E vëllëzërve dhe motrave tona nga diaspora, vera ju ka ardhur qyrë sot. Mira bashkëdhetarë tonë kanë pritur në radhë që të votojnë anë mban globit ku Republika e Kosovës ka ambasada e konsulata. Dallon kjo verë, dallon sepse nuk është verë që vjen veç njëherë kadera. Populli ynë me neve në qeveri ka verë e derë për herë, për rini e pleqëri, për burra e gra, për shumicën e pakicat padallim. Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, më lejoni që qysh në fillim të përshëndes bashkëkryetarët e subjektit politik vlen nga Maqedonia e Veriut. Që me neve janë Izet Mejidi dhe Bilal Kasami, që të dy bashkëkryetar të Vlenit dhe njëkohësisht kryetar të komunave të Çajirit dhe Tetovës. Dua ta përshëndes edhe sekretarin e përgjithshëm të Vlenit, i cili gjithashtu është zëvendës kryeministër i parë i Maqedonisë së Veriut, Bekim Sali. Dhe 2 nënkretarët e Vlenit, Mimoza Musa dhe Bekim Çoku. E këtu pranë tyre është edhe kryetarja e komunës së Preshevës, Ardita Sinoni. E në anën tjetër e pranë meje është Giacomo Filibek, sekretari i përgjithshëm i Partisë Evropiane të Socialistëve dhe Demokratëve. Më lejoni gjithashtu të përshëndes edhe kandidatët tonë, deputetët e ardhshëm të Kuvendit të Republikës, të legjislaturës 11, e keni parasysh, këta që janë me numër prej 1 deri 110, secili më mirë se tjetri, 2 gjinive, krejt profesioneve dhe nga të gjitha vendbanimet mbar të Republikës sonë. Secili është më i mirë se tjetri, por ju e dini që nesër, pasi të votoni për numrin 116, duhet të votoni edhe 10 prej tyre. Nuk e keni kollaj, por ata 10 që u kanë ngrof, ndoshta zemrën pak më shumë, me ja u kanë mbush mendjen pak më shumë, gjithashtu i votoni me njëherë pas numrit 116, sepse na duhet një mazhorancë edhe më e madhe, edhe më e fortë mandatin e ardhshëm. Mandati i kaluar, të dashur qytetar, të nderuar pranishëm,
Ishte mandat në të cilin 80.000 gra kanë marrë mbështetje financiare për shkak se kanë lind fëmijë si gra lehona qytetare të Republikës për herë të parë në jetën e tyre. Dhe a e dini çfarë? 2/3 këtyre 80.000 lehonave ishin të papuna. Përveç kësaj, edhe mbi 400.000 fëmijë nga 0 deri në 16 vjeç kanë marrë shtesa për fëmijë, edhe ata për herë të parë në jetën e tyre, dhe me këtë rast 100.000 gra kanë hapë gjirologari bankare për herë të parë në jetën e tyre, pikërisht për shkak se shtesat për fëmijë i kemi vendosur në gjirologarinë e nënës. Mandati i kaluar ishte edhe mandat i më shumë se 4 fishimit të bursave për student, i ngritjes së pensioneve bazike për më të moshuarit për 2/3, pension e gjetëm 90 euro, e bëm 150 euro, me që rast për 5 vjetë 7 herë është nda mbështetja e njëhershme për 100 euro për pensionistët. 12.000 gra në mandatin e kaluar u punësuan si rezultat i masave direkte qeveritare, 23.303 u punësuan si rezultat i programit Superpuna për trit, ku për 6 muaj e morën shtesë pagës së tyre në sektorin privat, në ndërmarrjet e veçanta pagën minimale, të cilën ne e gjetëm 130, përkatësisht 170 euro, varësisht a jem mbi apo nën 35 vjeç, e të pandryshuar 11 vjet rresht, dhe e ngritëm në 350, në 425 sa është tani, dhe prej një korrikut si vjet ajo bëhet 500 euro. Dhe përveç se u punësun 23.003 në kuadër të 85.000 të punësuarve që u shtuan në Republikën tonë gjatë qeverisjes tonë, më shumë se 2 fishim kishim të punësuarve ndërmjet moshës 15 dhe 24 vjeç. I gjetëm më pak se 29.000 të punësuar, e sot që po flasim janë mbi 60.000 sosh. Në mandatin që shkoj, janë regjistruar 60.000 biznese të reja për 6 vjetë, prej të cilëve afër 10% me pronar të huaj. Viti 2025 ishte vit historik, me mbi 1 miliard euro të huaja direkte, për herë të parë një shifër mbi 1 miliard pra e investimeve të huaja direkte dhe me rritje vjetore prej 30%. Janë dyfishuar eksportet, janë dyfishuar investimet e huaja direkte, gjithashtu është dyfishuar edhe qarkullimi i bizneseve, ndërkaq profiti i kompanive në sektorin privat në aspektin kumulativ është rritur për më shumë se 2.5 herë. E të gjithat punësuar kishim fokusin të gratë dhe rinia. 60% të atyre që u punësuan në administratë shtetit në vitin 2025 që lam pas ishin gra e vajza. 77% janë të punësuar prej jashtë shërbimit civil dhe mbi 50% të punësuar në administratën e shtetit janë nën moshën 34 vjeçare
që paraqet moshën mesatare në vendin tonë. Tash shkolla e punësimit të grave në administrat është 42%. 50% e antarëve të emruar për ndërmarrjet publike në qeverisjen tonë janë gra, e sa për krahasim në vitin 2017 vetëm 10% ishin gra. Mbi 400 gra e vajza janë ushtarake në forcën e Mbi 400 gra e vajza janë ushtarake në forcën e sigurisë së Kosovës, kurse rreth 1500 gra e vajza shërbejnë në polici. Gjatë mandatit kaluar, janë mbyllur 62 institucione të Serbisë në Kosovë. Janë zbuluar e konfiskuar 12 depo armatimi. Janë mbyllur 37 rrugë ilegale, 29 prej tyre në veri të Kosovës. Janë shkatëruar 23 laborator droge, 13 prej tyre në veri të Kosovës. Janë shkatëruar edhe 10 të kriptovalutave në veri nga 57 rastet të trajtuara gjithandej. E nuk kemi vepruar vetëm me polici në pjesën e territorit që është neglizhuar. Janë shtruar mbi 100 km rrugë në veri të Kosovës, janë hapur zyrat e institucioneve të shtetit nga zyrat e katastrit të administrata tatimore e Kosovës, nga zyrat për regjistrimin e bizneseve, të zyrat pensionale e gjithashtu edhe të ato të postës së Kosovës. 911 biznese të reja janë hapur në veri dhe janë punësuar 1347 qytetar të gjitha etnive, shumica serb në veri të Kosovës me programin ton Qeveria për familjet. Një aspekt tjetër i zhvillimit që është lënë anasht, po ashtu ka qenë në epicentër të preokupimit tonë si qeveri. Bujqësia, mbi 350 milion euro nga buxheti i Republikës janë ndarë për rreth 150.000 fermerë. Me që rast, tash, subvencionet dhe grantën merren me merit për ata që e punojnë tokën. Prandaj edhe sipërfaqja e tokës së punuar është rritur për 50%. Nga rreth 81.000 hektar sa punoheshin para 5 viteve, në mbi 121.000 hektar sa punohen tani. Subvencionet janë 474 euro për hektar për grur, te 600 euro për hektar për perime, e deri në 1.100 euro për vreshta. Para qeverisjes son, asnjë shtallë blegtorale nuk ka qenë e ndihmuar e hapur nga shteti. Zero. Me qeverin ton, mesatarisht prej 50.000 deri në 80.000 euro për shtallë, 103 shtalla të gjedheve dhe kafshëve të imta anë mbon Kosovës. Por edhe shtimin e sovranitetit për shtet, edhe shtimin e integritetit për territor, edhe ngritjen e dignitetit për Republikën, për institucionet e saj, ne e kemi bërë jo për kundër ligjit, por nëpërmjet sundimit të ligjit. Prandaj edhe jemi renditur për 28 vende më lartë te indeksi kundër korrupsionit sipas Transparency International. Nga vende 104 ku kemi qenë, tash jemi ngritur lart
në vendin 76. E sipas organizatës prestigjioze ndërkombëtare World Justice Project, për çështjen e sundimit të ligjit, Republika jonë e dashur në krejt botën prej afër 200 shteteve është e 59. Pra jemi në 1/3 e epërme të ranglistës botërore. Dhe a e dini çfarë? Përveç që jemi të 59-it, jemi të dytit në Ballkanin Perëndimor. Në Ballkanin Perëndimor, ku bëjnë pjesë Shqipëria, Kosova, Malezi, Maqedonia e Veriut, Bosna e Hercegovina dhe Serbia, Kosova është e dyta. Por në 4 aspekte, Kosova është e para në Ballkanin Perëndimor. Në aspektin e kufizimeve të pushtetit qendror, në aspektin e rendit e të sigurisë, në aspektin e mungesës së korrupsionit dhe në aspektin e qeverisë së hapur. Pra në këto 4 aspekte, sipas World Justice Project, Kosova është e para në Ballkanin Perëndimor. A e kuptoni pra, të dashur qytetar, sa absurde është kur na akuzojnë për autoritarizëm apo madje edhe për diktaturë. Jemi saktësisht e kundërta e kësaj. Me sundim të ligjit, demokraci, me luftim të korrupsionit, rritje ekonomike dhe me liri për popull, zhvillim ekonomik. Pasaporta e Republikës së Kosovës për 5 vjet është ngritur sipas vlerësimit ndërkombëtar Henley prej vendit 108 ku ka qenë në vendin 57 ku është si vjet. Për 5 vjet jemi ngritur për 51 vende, prej 108 në 57. Kemi ma shumë se 2% të shteteve ku lëvizim pa regjim të vizave, e sipas raportit të Komisionit Evropian për vendin ton, në këto vitet e qeverisjes son, asnjë vet nuk e kemi pasur me ndonjë fush me regres. Të gjitha vitet e qeverisjes son, sipas raportit Komisionit Evropian, që dikur quhej raporti progresit, e tash quhet raport për vendin, asnjë fush që ata e vlerësojnë në cilin do prej këtyre 4-5 viteve sa jemi në qeveri, asnjë regres për Republikën e Kosovës. E me vitin 2025, prej 38 fushave ku na vlerëson Bashkimi Evropian, në 35 fusha kemi pasur pak ose shumë progres, asnjë fush me regres, 3 fusha munges progresi nga 38. 35 fusha me progres në vitin 2025 sipas Bashkimit Evropian për Republikën e Kosovës. E pra, nëse mendojmë pak bashkë, çfarë kemi bërë ne këtu në 5 vjet? Me shpërndarjen e shtesave për fëmijë dhe mbështetjen financiare për nënat lehona, me punësimin e rinisë e të grave, me subvencionimin e bujqve, me luftimin e krimit të korrupsionit, me mbylljen e shtigjeve të kontrabandës, me qeverisjen me duar e me ndërgjegje të pastër. Çfarë kemi bërë ne në këto 5 vite duke ndihmuar pensionistët, bizneset, studentët? E kemi rritur kërkesën agregate në ekonomi. Dhe sa më shumë që e kemi rritur kërkesën agregate në ekonomi, kjo ka qenë më mirë për jetën e qytetarëve, që kanë fuqi më të madhe blerëse dhe rrjedhimisht bëjnë jetë më cilësore në njërin anë, për veten dhe familjet e tyre, dhe në anën tjetër, kjo është mirë edhe për ekonominë. Sepse sa më shumë kërkesë nga poshtë, aq më shumë rritet ekonomia,
dhe në të njëjtën kohë zgjerohet lloji i ofertave të sektorit privat për qytetarët e Republikës në tregun vendor, por edhe shtohen eksportet jashtë vendit. Pra ne kemi rrit ekonominë, por edhe e kemi rritur kërkesën në ekonomi, sepse e kemi rritur fuqinë blerëse të qytetarëve në vendin tonë. E tash, me rritjen e pagave në sektorin publik dhe në sektorin privat, që është parafërsisht një rritje prej 50% gjatë mandatit tonë, gjithashtu ne e kemi zvogluar edhe pabarazin për brenda kësaj rritjes së pagave. Për shembull, në administratën shtetërore, para qeverisjes sonë, raporti midis pagës më të lartë në shtet dhe pagës më të ulët ka qenë 20-1. Në Republikën e Kosovës, para se të bëhem unë kryeministër, ka pas 20 fish rrogë më të lartë në të njëjtën ndërtesë se sa rroga më e ulët në atë ndërtesë pushteti. 20-1. Sot që po flasim, kjo 20-1 ka ra në 4-1. 5 fish është zvogluar pabarazia në të ardhura në administratën shtetërore të Republikës Kosovës. Por edhe ky zvoglim i pabarazisë njëkohësisht e ka rritur kërkesën agregatën ekonomi, sepse sa më shumë që zvoglohet pabarazia, aq më shumë rritet kërkesa në ekonomi. Pra kjo është ajo çfarë kemi bërë në mënyrë të përgjithësuar si vizion i yni i realizuar në këtë mandatin që shkoj. E tash, të dashur qytetar, na presin edhe një 4 vjet tjera, prandaj është e rëndësishme që së bashku ta dëgjojmë, ta mendojmë, ta kuptojmë se çka na pret në mandatin e ardhshëm. Mandati i ardhshëm do të jetë mandat i 1 miliard euro për prodhimtari, mandat i Bankës Zhvillimore dhe mandat i 100 milion eurove si dritare për investimet e diasporës. Mandati i ardhshëm do të jetë mandat i çmimeve tavan për produktet bazë. Ne kemi miratuar qysh në dhjetor të vitit 2022. 3 vjetë e gjysmë na i kanë humb bloku opozitar, po ma në fund, në prill, sërish e kemi votuar ligjin për çmimet tavan për produktet bazë dhe në mandatin që vjen, kur do të shkonin veç shërbim e në markete, nuk do të keni më çmime të fryra nga të cilat përfitojnë stërshitësit, por do të keni çmime të arsyeshme, të cilët e bëjnë të përballueshme për secilin familje shportën ushqimore. Mandati i ardhshëm do të jetë mandat i arkave fiskale, digjitale dhe i faturës elektronike biznes. Mandati i ardhshëm do të jetë mandat i superpunës për gratë. I superpunës për gratë, ku secila grua që punësohet në sektorin privat, për shembull punëdhënësja jep pagën 600 euro. Shteti do t'ja bëj 1100 për 6 muaj, se 500 euro bëhet paga minimale prej një korrikut si vjet. Pra mandati i ardhshëm, përveç se mandat i superpunës për rini, është mandat i superpunës për gratë. Mandati i ardhshëm është mandat i 14 parqeve industriale dhe teknologjike anë-mban Kosovës. Është mandat i qarkullimit të lirë dhe të lirshëm anë-mban me bilet të integruar të trafikut urban e ndërurban vetëm 10 euro në muaj. Mandati i ardhshëm është mandat i sistemit informativ shëndetësor drejt fondit të sigurimeve shëndetësore,
mandat i modernizimit të çdo klinike, të secilit spital dhe i 2 spitaleve të reja, të Mitrovisës e të Ferizajt dhe i shumë poliklinikave specialistike e poliklinikave stomatologjike CEP Republikës Kosovës. Mandati i ardhshëm është mandat i sportit në shkolla dhe i shkollave në shkencë e në kulturë. Është mandat i profilizimit të universiteteve publike, i 5 gjimnazeve të ekselencës në shkenca natyrore, teknologji të aplikuara, gjuhë shqipe dhe të huaj e arte të bukura. Është mandat i dyfishimit të shtesave për fëmijë dhe i dyfishimit të bursave për student. Është mandat i 10 profileve të reja, shtes atyre 16 ekzistuese të sistemit dual në shkollat profesionale. Është mandat i vettingut për gjyqësorin dhe për prokurorin dhe i byros për konfiskimin e sekuestrimin e pasurisë së pajustifikueshme. Të gjithë atyre që nuk ju përputhen të hyrat me pasurin duhet të shpjegohen dhe çka nuk përputhet kthehet në shtet. Nuk mund të lejojmë që brezi i ardhshëm të mos i ketë të mbyllura plagët e korrupsionit që e ka ndaluar qeveria jonë. Mandati i ardhshëm është mandat i 5 digave, i 4 hekurullave dhe i 20 stadiumeve. 5 diga do t'i ndërtoj. Polota në Lap, Kuqica në Skënderaj, Desivojsa në Kamenic, Dragaqina në Suarek dhe Firoja në Shtërc. Dhe 4 hekurulla. Hekurulla që e lidh Prishtinën me aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, hekurulla që e lidh Prizrenin me Ferizajin, me Gjilonin e me Bujanovcin, hekurulla prej Hanit Telezit në Fushë Kosovë, Mitrovic dhe në Leshat, dhe hekurulla që e lidh Kosovën me Shqipërinë, Prishtinën me Durrësin, Gjakovën me Shkodrën e që du të vazhdoj deri në Saron. Është mandati 20 stadiumeve në 18 komuna për shkak se na nevojitet të përgatitemi maksimalisht për sot 4 vjet kur do t'i mirëpresim afër 5.000 sportista e rreth 30.000 turistat të huaj në lojrat mesdhetare 2030. Mandati i ardhshëm është mandat i investimeve në turizëm në Brezovic, te malet e Sharrit dhe në Rugov te Bjeshkët e Nemuna. Është mandat i investimeve në sektorin minerar, posaçërisht në Trepç dhe në gasifikim të Qymyrit. Është investim në përfundimin e të gjitha rrugëve, magjistraleve e autostradave, si dhe nisjes së autostradës Duhël, Shtime, Banull, i autostradës së Gjilonit dhe gjithashtu i autostradës që do të filloj ajo e Dugagjinit, Istog, Pej, Deçan, Gjakov, Prizren. Është mandat i rrugëve që na lidhin me fqinjt, i rrugës Deçan Plav dhe Pej Rozhaj dhe Prizren Tetov. Është mandat i pagës mesatare mbi 1.000 euro në sektorin publik, i pagës së 13 drejt pagës së 14. Mandati i ardhshëm është mandat i mbështetjes sociale që do ta zvogloj më shumë se kur varfrin në vendin tonë. Është mandat i 1 miliard eurove për mbrojtje, mandat i industrisë ushtarake të prodhimit të dronave dhe të municionit made in Kosova. Mandati i ardhshëm është mandat i rezervës vullnetare të Forcës Sigurisë Kosovës, i njësisë përbashkët të ushtrisë tonë me forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë
dhe mandat i Gjandarmërisë së Republikës Kosovës. Mandati i ardhshëm është mandat i Aviokompanisë Kosovës të aviacionit civil, është mandat i shtrirjes së ujësjellësit të impionteve të ujrave të zeza dhe i pastrimit të lumejve e mbylljes së deponive ilegale në vendin tonë. Është mandat i inkorporimit të sistemit shëndetësor dhe arsimor në gjuhën serbe në ato të Republikës Kosovës. Është mandat i digitalizimit gjithandej, sidomos në shëndetësi e arsim, është mandat i kthimit më të madh të Mërgatës në vendlindjen e saj, është mandat i përmbylljes me sukses të gjithë kapitujve nga procesi i integrimit dhe avancimit në negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian e të tjera. Pra është mandat i mandateve, është mandat më i miri i mandateve tona. E pra, dashur qytetarë të nderuar pjesëmarrës, ky është mandat për krejt, sepse shtet për krejt, prandaj qitja një pikën nesër me numrin 116. Të dashur qytetarë, të nderuar pjesëmarrës, të dashur aktivist e aktiviste të lëvizjes vetëvendosje, ju falemnderit shumë për gjithat punë që e keni bërë që dihet e s'dihet, për gjithat kontribut të paqmueshëm në fushat e jasaj. Pa juve të dashur aktivist, sidomos juve që s'ja u dim emrin, nuk do t'ishim këtu neve që na dihet emri. Prandaj, unë jam falendërues për jetë, e mirënjohës sa s'thuhet për gjithë angazhimin e përpjekjet e juve. Aktivisti i vetëvendosjes, i cili e don Republikën e Kosovës, i cili e don lirinë e bashkimin, i cili e don punën edhe mendimin, është subjekti ma besnik i luftëtarit të paepur të ushtrisë shqiptare të Kosovës. E dashur qytetarë, ne shqiptarët, jo veç si popull këtu tash, po dhe si kom gjithandej në histori, e i shtrirë dhe nadhëmëri, nga përvoja jonë e dim që në shekullin e kaluar, shqiptarët ose e kishin shtetin të fort, ose demokratik. Por jo edhe demokratik, edhe të fort. Kur e kishin shtetin demokratik, si shi fort. Kur ishi fort, si shi demokratik. Shqipëria në shekullin e kaluar, kur ishe fort, si shi demokratike. Kur ish demokratike, si shi fort. E kujtojmë Fanolin, mendjen më të ndritur tonë, shtet më demokratik, se me të dheq Fanoli s'është e mundur, por
se shte i fort. E unë jemi bindur që me vetëvendosjen tuaj, me qeverin tonë, në Republikën e Kosovës, ne po dëshmojmë se shqiptarët mund të ndërtojnë, sepse tashmë po ndërtojnë shtet edhe të fort, edhe demokratik, shtet për krejt. E ky shtet që është shtet edhe i fort, edhe demokratik, është shtet i cili me shpejtësi do të ecë drejt integrimit veriatlantik, pra në NATO dhe ati evropian, pra në bashkimin evropian. Ju e dini qysh nuk e kam pas ndërmend me na heq regjimin e vizave, pavarësisht çka bëjmë ose s'bëjmë. Përdrejsa kanë qenë ato qeverit e mahershme, të korruptuara, të papërgjegjshme, të paditura, abuzive. E pra, u desht me shku ato qeveri, me ardhë qeveria jonë që të bëhet liberalizimi i vizave. Ngjajshëm, të dashur qytetarë, krejtësisht ngjajshëm. Ne nuk do të mund të bëjmë hapa të hovshëm drejt integrimit në bashkim evropian, nëse nga shteti ynë nuk largohen nga postet e larta njerëzit të cilët janë ose me mungesë integriteti, ose me mungesë kompetence, e zakonisht të dyja këto. Këta duhet të largohen nga ato pozita institucionale në Republikën Demokratike tonë, në mënyrë që të bëjmë hapa të hovshëm. Kjo do të thotë që mandati ynë i ardhshëm është mandat kur ata shkojnë. Sepse ne qëndrojmë. E ju e dini që kush qëndron, fiton. E pra, ata zyrtarë të shtetit që kanë poste në për zyrat Republikës, në nivel qendror e lokal, duhet hapin udhë e duhet vinë trejat e tritë, ku një brez i etur, jo i uritur, po pret që të punoj e të shërbej për shtetin tonë. E atyre duhet të hapim rrugë. Për t'ju hap rrugë atyre, ne duhet të qëndrojmë e të fitojmë. Ndërka që ata të cilët kanë keq përdorur e ende mbajnë pozita, ata duhet të shkojnë. Ju e dini për kë e kam fjallën. E kam fjallën. Nuk janë 10, janë 100, po më besoni që nuk janë mira. Për ata 100 veta që jenë në përzyrat shtetit dhe po na ndalin hovin për para, prej Blerim Isufajt e deri te Samilo Shtoku. E pra, mandati ynë i ardhshëm është mandat ku këta të korruptuarit, të paditur, abuzive, të papërgjegjshmet shkojnë nga shteti. Ne i respektojmë si njerëz, por nuk mund t'i vlerësojmë si zyrtar. Populli nuk i do, populli e do rinin, gratë, burrat, djemt, pleqt e ndershëm, e punëtor, e të menqër. Dhe ata do t'a kenë shansin që të punojnë e shërbejnë për një hovë të madh të Republikës Kosovës në integrimin evropian. Prandaj, këto zgjedhje të 7 qershorit, këto zgjedhje të së dielës së nesërme, një mend
ishin të panevojshme, por tash votimi është i domosdoshëm. Andaj, i madhe i vogël, prej atyre që i bëjnë 18 vjeç nesër, deri të majmoshuarin Republikën tonë, e kanë një numër që është zgjedhje e zgjidhje. Është numri i njëjtë si me 28 dhjetor 116. E pra, me që nesër është 7 qershor, dashur qytetarë, a jeni krejt për shtet? A doni shtet për krejt? A doni të vendosim vetë nesër e çdo ditë? A do të guxojmë t'ja qesim pikën? A do të fitoj masivisht numri 116? Atëherë letë bëhmi nesër edhe ma shumë se shumica, e miru pofshim nesër mbrëma në sheshet e Republikës Kosovës cep më cep. Ju dua fort, ju faleminderit për pjesëmarrje.